إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Me të vërtetë të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë, përveç Allahut vetëm parta. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi gjithë ata që pasuan atë deri ditën e Kiametit e më pas. Robert Allahut, ju këshilloj juve dhe veten time që t'i friksoheni Allahut të lartësuar, ashtu sikur se ka thënë Allahu I patmetë në librin e Tij: Ja ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe, vetëm se duke qenë musliman. Robert Allahut, kënaqësia Allahut është synimi më I lartë dhe më madhështor. Madje ajo është qëllimi më I madh I banorëve të xhenetit. Për këtë arsye Allahu I lartësuar thot në librin e Tij: Wa ridwanun min Allahi akbar, dhalika huwa al-fawzul azim. Thot mirë, po kënaqësia Allahut ndaj tyre është më e madhe. Pikërisht kjo është fitoria madhështore. Prandaj, nuk ka gjë më të dashur, më fisnike dhe më madhështore se sa kënaqësia Allahut e lartësuar. Madje ajo është dëshira e madhe për të cilën kanë qarë sytë e të përullurve, janë plagosur zemrat e të devotshmëve dhe janë ejtur këmbët në mesin e natës. Këtë kënaqësi Allahu I lartësuar e ka vlerësuar mbi xhenetin, duke e bërë diçka shtesë mbi xhenetin. Ndaj I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha yaqulu li ahli al-janna, ya ahli al-janna, yaquluna labbayka rabbana wa sa'dayk, fayaqul hal raditum, fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. Thot më të vërtetë, Allahu I thot banorëve të xhenetit: O banorë të xhenetit, ata thanë të përgjigjemi me lumturi dhe I gjithë hajri është në duart e tua. Ndërsa I thot: A jeni të kënaqur? Ata thanë: Po çfarë kemi ne që të mos kënaqemi o Zot, ndërkohë që Ti na ke dhënë atë që nuk ja ke dhënë askujt prej krijesave të tua? Ndërsa I thot: A t'ju jap diçka më të vlefshme se sa ajo, pra më të vlefshme se sa xheneti? Ata thanë: O Zot, për çfarë gjë është më vlefshme se sa ajo? Ndërsa I thot: Do të zbres mbi ju kënaqësinë time dhe nuk do të zemërohem me ju kurrë pas saj. Robert Allahut, kërkimi I kënaqësisë Allahut është boshti I jetës së profetëve dhe njerëzve të mirë. Ndaj Musa alayhis salam nxitoi drejt asaj që e kënaqi Allahun dhe tha: Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Dhe unë nxitova për tek ti o Zoti im që ti të kënaqesh. Kurse Sulejmani alayhis salam e falënderonte Allahun e lartësuar dhe I kërkonte atij që ta bënte atë të vepronte vepra të mira që e kënaqin Allahun. Ndaj thuhet në librin e Tij: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Thot o Zoti im, më frymëzoj që të falenderoj për mirësinë tënde, që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat Ti je I kënaqur, si dhe më fut në mëshirën tënde në mesin e robërve tu të mirë. Po ashtu, këtë edukatë lartë
e shohim nga poseduesi i moralit madh, profeti ynë fisnik sallallahu alaihi wasallam, i cili zgjedh fjalët më të përshtatshme dhe më me edukat me Zotin e tij, edhe në momentet e hidhrimit duke kërkuar kënaqësinë e tij. Ndaj, kur ati i vdiq djali i tij, ai tha, pra djali i tij Ibrahimi, ai tha: "Tadma'u al-'ayn wa yahzanu al-qalb, wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Wallahi ya Ibrahim, inna bika la mahzunun." Tha, syri loton, zemra trishtohet, por ne nuk themi vetë sa të që e kënaq Zotin ton, pasha Allahun o Ibrahim, vërtet ne jemi të pikëlluar me ty. Pra, qëllimi më i lartë i profetit ton sallallahu alaihi wasallam ishte kërkimi i kënaqësisë Allahut dhe jeta e tij sillej rreth përpjekjeve për ta kënaqur atë. Ai lutej Zotit e tij që t'i jepte sukses atij për punë që e kënaqin atë, të lartësuarin. Kështu ai thoshte: "As'aluka min al-'amali ma tarda", të kërkoj prej punëve atë që të kënaq ty. Pra të lutem ty Allah që të më mundësosh mu që të bëj punë që të kënaqin ty. Ndërsa në një lutje tjetër ai thoshte: "Wa ardina warda 'anna", na kënaq neve dhe i kënaqur me ne. Pra robërt Allahut, jeta në dritën e këtij synimi dhe edukimi i vetës mbi këtë synim përmbledh dunjan dhe fen. Ai ndërton një zhvillim të gjithanshëm dhe sjell sukses të vazhdueshëm në të gjitha projektet dhe vepritarit tona. Atëherë kur bëjmë qëllimin ton më të lartë, arritjen e kënaqësisë së Allahut të lartësuar. Nuk janë të barabartë ata që kërkojnë kënaqësinë e Allahut dhe ata që meritojnë zemrimin e tij, as në rrjedhën e jetës, as në zhvillimin e saj dhe as në përfundimin e tyre. Ai që kërkon kënaqësinë e Allahut, ndjek urdhrat e tij dhe largohet nga ndalesat e tij. Ai ecën në rrugën e të mirëve, punon sikur Allahu po e shikon atë dhe i përkushtohet bindjes ndaj tij. Ai e nënshtron jetën e tij në rrugën e Allahut të lartësuar dhe e mbush tokën me bamirësi. Ndaj Allahu i lartësuar thotë: "Afaman ittaba'a ridwan Allah kaman ba'a bi sakhatin min Allah", a mos vallë, ai që ndjek kënaqësinë e Allahut është si ai që ka merituar zemrimin e tij. Pra ata nuk janë barabartë. Robërt Allahut, besimtarët nxitojnë për kërkimin e kënaqësisë së Allahut duke i bërë vepra të sinqerta vetëm për të, sepse sinqeriteti është ai që ngrev vlerën e veprës dhe bën më të begatë atë. Ndaj Allahu i lartësuar thotë: "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wa la sawfa yarda." Thot ai njeri që jep pasurinë e tij në rrugën e Allahut për të pastruar, nuk është se bën atë për shkak të ndonjë nderi që ja ka bërë dikush më parë e për cilin duhet shpërblet, por ai e bën atë vetëm për të kërkuar fytyrën e Zotit të tij të lartësuar dhe vërtet ai do të jetë i kënaqur. Ndaj, kërkimi i kënaqësisë së Allahut është shenjë e sinqeritetit ndaj tij dhe pikërisht ai do t'i bëjë dobi atij në ditën e gjykimit. Thot Allahu i lartësuar: "Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al-fawz al-'azim." Allahu tha: "Kjo është dita kur besimtarëve të sinqertë dhe të vërtetë do t'u bëjë dobi sinqeriteti i tyre, apo vërtetësia e tyre, vërtetësia besimit tyre. Ata do të kenë kopshte xhenete në të cilat rrjedhin lumenj. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me të. Kjo është fitoria e madhe." Besimtarët e vërtetë arritën këtë veçori madhështore, sepse veprat e tyre ishin në përputhje me fjalët e tyre. Çvler ka që njeriu të duket i drejtë nga jashtë, vetëm që të lavdërohet nga njerëzit, ndërsa kur është vetëm të kundërshtojë urdhët e Allahut. Ti japësh përparësi kënaqësisë së Allahut mbi gjithçka tjetër është shpëtim nga hipokrizia, sepse Allahu nuk është i kënaqur me popullin e prishur. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: "Fa inna Allaha la yarda an qawmil fasiqin." Me të vërtetë Allahu nuk kënaqet me popullin e prishur. Robërt Allahut,
Shkaqet për fitimin e kënaqësisë së Allahut janë të shumta. Ndërto është dashuria dhe urrejtja për hir të Allahut, i cili është themeli i kënaqësisë së Allahut. Kjo bëhet duke pas dashuri për atë që e don Allahun dhe fenë e tij, dhe duke pas urrejtje për atë që urren Allahun dhe që lufton fenë e tij. Po ashtu kjo bëhet duke miqësuar besimtarët dhe duke i ndihmuar ata, dhe duke i urryer hipokritët dhe miqtë e tyre, ashtu sikurse na ka njoftuar Allahu i lartësuar në shumë ajete në librin e tij. Po ashtu ndër shkaqet e fitimit të kënaqësisë së Allahut është edhe falënderimi i tij me zemër dhe me gjymtyr, është rukuja dhe sejdja ndaj tij, është abdesi dhe falja namazit, është lënia dhe braktisja e tekave dhe epsheve, është përmendja e Allahut dhe leximi fjalës së tij, është durimi, fjala e mirë, respektimi i prindërve dhe shumë vepra të tjera për cilat na ka njoftuar Allahu i lartësuar dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Ndaj, le të përpiqemi në këtë muaj të begat, që të bëjmë sa më shumë vepra të mira për fitimin e kënaqësisë së tij, sepse kush fiton kënaqësinë e Allahut të lartësuar, vërtet ai ka fituar lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Madje nuk ka rrugë që ai ndjek dhe që ai ecën mbi të, vetë se Allahu do t'ia lehtësojë atë, dhe nuk ka asnjë derë të mirësisë tek e cila ai do të trokas, vetë se Allahu do t'ia hap dhe do ta bekojë në të. Madje ai do të fitojë edhe ndërmjetësimin, shefatin e madh në ditën e Kiametit. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Thot atë ditë nuk bën dobi ndërmjetësimi përveç sa atij të cilit i jep leje i gjithëmëshirshmi dhe që është i kënaqur me fjalën e tij. Aqulu ma tastami'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Robert Allahu gabon rënd ai që mendon se varfëria dhe pasuria kanë lidhje me kënaqësinë apo me zemrimin e Allahut, sepse Allahu i jep pasuri si besimtarit, ashtu edhe jo jep besimtarit. Ngushtimi i riskut nuk është shenjë e zemrimit të Allahut. As pasuria nuk është domosdoshmërisht shenjë e kënaqësisë së tij. Ja për shembull, Qarunit i ishte dhënë pasuri të shumta dhe thesare, por kjo nuk ishte shenjë e kënaqësisë së Allahut të lartësuar, sepse ai e fundosi atë dhe shtëpinë e tij në tokë. Një nga sëmundjet e rrezikshme është dëshira për të shfaqur me punët e mira dhe kërkimi i kënaqësisë së njerëzve. Madje më rrezikshme se sa kjo është të kërkosh kënaqësinë e njerëzve duke shkaktuar zemrimin e Allahut, duke ndjekur epshet dhe devimet e tyre, madje edhe duke kryer harame nga frika prej njerëzve. Dikush mund të ulet në një mexhlis të mbushur me të këqija, nga frika se mos mërzitet me të shoku apo miku i tij, ose mund të lërë një obligim fetar, nga frika e fjalëve të njerëzve apo nga sharja e tyre. Mirë po profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë dhe na ka paralajmëruar. Pra ka thënë: "Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhita Allahu alaihi wa askhata alaihi an-nas." Fa kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve duke zemruar Allahun, Allahu do të zemërohet me të dhe do të bëjë që edhe njerëzit të zemërohen me të. Robert Allahu, kërkimi i kënaqësisë së Allahut është burim, lumturie. Është forcë, besimi dhe mbrojtje nga shkatrimi. Kush e kërkon kënaqësinë e tij në çdo gjë, do ta gjejë atë para vetes, do të gjejë lehtësim në çdo vështirësi, do të ketë sukses në çdo punë, do të bekohet në jetën e tij dhe do të jetë i lumtur në këtë botë dhe në botën e tjetër. Prandaj Allahu i lartësuar thot: "Radiyallahu anhum wa radu an, dhalika al-fawz al-'azim." Allahu është i kënaqur me ta dhe ata janë të kënaqur me të. Kjo është fitoria e madhe. Prandaj le të punojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe le ta vendosim atë si qëllimin ton më të lartë në jetë dhe le ta shfrytëzojmë këtë muaj të begat, pasi ai është një rast tepër i volitshëm për përmbushjen e këtij synimi madhështor. I lutem Allahut të lartësuar që të na begatojë me të mirat e tij dhe të na mëshirojë me mëshirën e tij, pasi vërtet ai është mëshiruesi dhe falësi i madh.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.